Një ndër nismat që ka provokuar debat të gjerë publik, juridik dhe politik së fundmi është edhe prishja e ndërtimeve pa leje dhe çlirimi i hapësirave publike. Kryeministri Edi Rama propozoi që ankimimet administrative dhe gjyqësore nuk duhet të ndikojnë në vendimet e marra nga institucionet në varësi të qeverisë. Një tjetër masë e marrë është që ankimimet administrative dhe gjyqësore nuk e pezullojnë ekzekutimin e vendimit përfundimtar të autoritetit përgjegjës të zhvillimit të territorit. Kjo është një masë e rëndësishme sepse ka pasur shumë spekulime dhe abuzime, ka theksuar kryeministri Rama. Megjithatë, juristët dhe përfaqësues të opozitës e shohin deklaratën e kreut të ekzekutivit si alarmuese dhe një hap drejt autoritarizmit. Nëse një vendim administrativ zbatohet menjëherë pa pritur gjykatën, atëherë i hiqet qytetarit mundësia vetme për mbrojtje efektive ndaj arbitraritetit të shtetit, thonë përfaqësuesit e opozitës. Pavarësisht këtij debati, padromat e IKMT-s janë rikthyer tashmë në rrugë, sheshe dhe pika turistike dhe vazhdojnë prishjen e objekteve.